Përzgjedhësi i Kosovës Franco Foda thotë se ende nuk ka vendosur se kush do ta zëvendësojë Aro Murić për përballjen ndaj Slovenisë. Murić mbetet gardiani kryesor i Dardanëve, sidoqoftë nuk do të luajë në Sloveni, shkak që është i suspenduar si pasojë e dy kartonëve të verdhë që mori në dy ndeshje të fundit. Kësaj te Kosova opsione mbesin Amir Shaipi, Visar Bekaj dhe Faton Maloku. Mirë po Foda ka konfirmuar në konferencë për media se ditëve në vijim do të vendosë kush do ta zëvendësojë Murićin. Aro Murić ka pasur paraqitje fantastike dhe do të jetë mungesë e madhe. Në ditët në vijim do të vendosim se cili nga portierët do ta zëvendësojë Aro Murićin në port ndaj Slovenisë, deklaroi shkurtimisht Franco Foda. Shaipi kuptohet do të jetë favoriti kryesor për të zëvendësuar Murićin, sidomos pas paraqitjes madhështore që zhvilloi në ndeshjen e fundit ndaj Bazelit në weekend, ku edhe mbrojti penalltinë e Xherdan Shaqirit. Ndërkohë Kosova do ta kryejë stërvitjen e parë të hënën, ndërsa të premten do të nisen për në Sloveni.